Apo na tregon hoxh në rrëfim tonë njëcur si ke vendus me shku në medrezej me studiu. Edhe qatë shtyni, a ishte vullnet personale, a rrethonat familjare? Gazon e jam një djal i një familje mesatare, fshatare, i lindun në fshatin Likos, në vitin 1962. Si vjetë ka qëllu dita Bajramit edhe ditëlindja ime për një herë me 30 mars. Dhe ma shpërlimi edhe kam kry shkollën fillore, 2 klasën e parë. Klasën e parë dhe dytën e kam kry fshatin Rezall, se lagja jone në Likos, gati shkolla Likocit dhe shkolla e Rezallës janë si kena pas si njëjtë. E baba na ka quat në shkollë të Rezallës, përshka se në për Likos u dash mira në për livadhe dhe ujë, e kënjena s'ka pas ujë. Vitin e tretë tani kam shku në Likos, kam kry shkollën fillore në Likos. Pasi që e kam kry shkollën fillore, jam konë një klasë me 2 djemë miqës, stagjës. Njëni me tyne ka qenë mama maj vjetër, po kam me në klasë tonë, edhe baba tash ma kushzaj me shku në medrese. 77 kjo ka qenë, unë nuk dajse, po ka qenë imponim, shumë i mirë dhe fresëm dhe jam shumë falenderus për indi që ai ka ditë ma mirë sa unë, ka njerë dhe këto, po e shfryzoj si rast. Çka shty një prizë? Erinin, më thonë që ka njerë dhe kur duket që baba e ka keq, mos menoni që gjithmonë është keq, se po del ke mirë, se mu më ka dalë shumë mirë, dhe mo prindi ka qenë një prej besimtarëve të sinqert. Nuk ka qenë as fetari i devotshëm, as fetar që ju ka nejtë gati qatë shumë namazëve, Ramazanin e ka pas shumë jaran, madje në Ramazan ndoshta ka qenë jeshin sëtë, po mujna mi bon na, në këtë kushte ekonomike që fare bajkaj Ramazani, edhe aj prej frigës që komunizëm, zdo të ketë hoxhallar, të logarit e gaz, kur kom shku në medresa, unë është i vetë me djallë për i drenice kam qenë medresa. Dhe më në vitin e parë. Masa ne kanë orë dhe 2 djemë tjerë, një i Tersenikit, një i Prekazit, dhe më në krejt medresen 5 klasat, atër se ka qenë medresa 5 vjeçare, jemi konë dikun 5-6, në zonë sa drenicës më duket krejt, për më në 5 klasat. Edhe më është problemi baba nga friga që dhe të zduket islami, dhe të zduket në zëllar, s'ka zëllar, se komunizmi në haz, edhe ma ka imponu. Më kujtohet, i kom shef dokumentat në Hamar Drithit. E 2 djemë të miqës kur kanë shku, më rrisru në gjimnazë Skënderaj, unë kom këshirë me i morë dokument me shku, kër shku si kom gjetë. Më kështë pas hetuze arë baba, nona, dikush. Edhe baba i kërë pasu dokumentat në Prishtinë. Kam shku në Prishtinë, medrese, më kujtohet fort mirë të kajt, prej Likovë si gati dhejnë Prishtinë s'du më bëhëz, po e falendroj Zotin edhe ish drejtorin e medresës, tash Rahmetli, doktor, profesor Sharif Ahmetin për kthysin e Kuranit që ka qenë jo veç hoqë, po ka qenë një psikolog, një pedagog i lezetshëm. Edhe më kujtuat mirë kur më ka dalë në klasë, në zyre, më ka qitë jashtë, babën e kalon zyre, tha që ti djali, këtë plakin tha ne ama shtrojnë. Ti tha reja 6 mujtë ditë këtu, dhe në gjëzvjetar, unë e të regjistroj vetë në gjimnazë të në Prishtinë, plaki se mërvesh të e kry në gjimnazin edhe mos ki nevoj më shqetsu. Se unë vetë hoxha kam vetë shumë me të registru në gjimnazë, po këti plaki se i kalzojnë a eqë. Ai profesori kështë pas ditë mirë që kur bonja 3 muja 4 ato, mua dhe më thos shko të cilën ndush gjimnaz, më nuk isha shku, edhe është e vërtet. Kur u bon gjizvjetori, më ka thonë, hoxha Osman apo dhe më shku, tash në gjimnaz këmë ja dhe menaj që të se të kom ma mirë, e kom kry medresen 77 të 2, dhe më 5 vjeçare ka qenë atër medresja, kam rrisu fakultet orientalistikën, po unë jam thmi, ka njerë bajajgari me grut 2 të babës, jena 3 vlazën edhe 4 motra, një vlla kem për babe, dhe tash unë jam thmija i madh me grune 2, ai vllavi që është që kem vlla për babe është 3 vjetë dhe ai mas meje se njerë ka si kanë vdek, baba si kanë vdek thmija me grune parë, edhe tash kur e kryo medresen, 5 vjeçare, isha i pregaditun, edhe më dasht fillun vllaznia në shkollë, motrat në shkollë, edhe shkova. A nisë punës mandej. Edhe tani në 84-ën shkova në imam në fshatin Peçan të komunës së Varrikës. Mas 82 se kryta medresen, u ristoha në fakultet na çunë ushtar. E kryta vitin e parë orientalistikën, vitin e dytë pa e kry shkova në 84-ën hyna në Peçan të së Varrikës. Imam kam ne 13 vite. Do shta është jeta një prej kuve më të mirat mija kur kom jetu në Peçan të së Varrikës, se vërtet kam pas një respekt, po kanë qenë edhe njerëz mirë, njerëz sjellshëm. Mikprec, janë ka dhe gjemat që... Të isha, banesha... Ja, kam banu atër, ka qenë shpia xhamis, gati në podrime, në përgjësi edhe në shumë vene në Kosovë, xhamia ka shpinë, sikur në Drenas, edhe në Drenas ka shpinë xhamia tu,